Përshëndetje të ngrohta për gjithë ju shikues të televizionit Tribuna Channel. Po takohemi sërish në emisionin Mesnesh me mua Teuta Krasniqin. Faleminderit shumë edhe gjithë studentëve të kolegjit Çeap Heimerer që i kemi sonte në emision për ta krijuar një atmosferë sa më të ngrohtë. Faleminderit shumë që jeni me ne. Si dhe një falenderim shumë i posaçëm shkon për sponsorin general të emisionit Vala. Hiq mos e nalni. Faleminderit shumë. Edhe mos u ndalni. Vazhdonit na përkrahni sikur deri më tani. Sot e kemi një musafir shumë special. Ai është një kolegi imi dhe miki imi. Vjen direkt nga LA, nga ngjarja e madhe e festivalit Oscar, direkt e në studion e emisionit Mesnesh. Se për kë bëhet fjalë, ne ndjekim historinë e përgatitur për të. Arben Zharku lindi më 2 shkurt të vitit 1982 në Kaçanik. Shkollën fillore dhe të mesmen i kreu në vendlindje, ndërsa studimet për aktrim në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Si student ishte i angazhuar në shumë projekte teatrore dhe filmike, deri kur filloi të merret me fushën e kinematografisë 100% të kohës së tij. Madje ai thotë që s'ka kohë as për dashuri. Nejse. Arbeni ishte drejtori i festivalit Skena Up, pastaj antar i bordit në QKK dhe tani është drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës. Arbeni është shumë i shoqërueshëm dhe i drejtë për drejtë në biseda. Ka udhëtuar në shumë vende të ndryshme të botës, duke qenë pjesë e festivaleve më me renome botërore. I qiltër, i sinqert, me humor të hollë dhe origjinal, vjen drejt nga LA në emisionin Mesnesh, Arben Zharku. Arben Zharku, shoku jam i klasës. Qysh je? Unë jo rastisht e thash edhe në prezentim, edhe në storyn që kemi përgatit, Arbeni na ka ardhur prej LA drejtë në Mesnesh, prej Oscarit drejtë te na. Kështu që është kënaqësi edhe nder se ta kemi marrë ekskluzivitetin, kështu mundova me të rujt. Mirë që më dal në aeroport me të pritë dhe me thonë Arben hajde direkt në studio. Qysh je, kallzona pak emocionet e para, se është ëndër e secilit prej neve. Sigurisht. O konë te për mirë se ne punojme, kemi punu dhe kemi ëndra çdo herë që me dërgu vendin tonë, me pru lajmet mira për vendin tonë. Po edhe sa një ma e mirë është që me ardhë dhe qëto lajmet e mira mi nda me njëherë me njerëzit këto. Se në përbot në njohin, në njimi me shumë njerëz në përbot, po gëzimi ma i madhë është kur lajmet e mira i ndaj me vendin tonë. Edhe ka qenë te për mirë kur atë natë, kur ka qenë ceremonia, po më do këtë krej shqiptarët, kudo që janë konë, na kanë përcjellë, na kanë thonë qatë shumë dashni, qatë shumë energji pozitive. Edhe ma shumë se kur lujke komtarja, me na i konë që s'na pëlqenë, qashtu jemi konë bashkë. Shumë konë, te për mirë edhe jam shumë i gëzumë që sot këmarë të ti, të shoqja jam e klasës, të tuti. Ja zbulova. Pak njerëz më tonë tuti. Tuti, ja zbulova një nickname kështu. Edhe shumë kënaqësi bashkë mi nda. Kallzon pak, edhin qysh tash nështë edhe personalisht, po kam qef mi ditë krejt këto rrugtimin, mas pari rruga deri atje, është rrugë e gatë, po është shumë e kënaqshme kur e din çka po të pret. Tregomi pak edhe emocionet e djemve, të andit edhe të lumit, edhe krejt ekipit, me thonë, na e kemi bashkë ndje në një farë mënyre prej këtuhit, po qysh ke krejt procesi edhe dita se kemi pa shumë xhirime vazhdimisht që ki postu edhe përgatitjet e flamurat e këngët e krejt ato. Ka qenë qashtu që keni pa, konë atmosfera tepër e mirë. Edhe krejt ekipi e kam pas ndjenjën që me rëndësi ka qenë mu nominu për Oscar. Me rëndësi që krejt bota kanë folë për neve, edhe kanë fillu mu interesu për neve. Mirë po na që kemi bo është që para se mu nominu, e kemi bo gjitha planët, edhe me pas fondin e mjaftueshëm që me shku atje, edhe me sjell sa ma shumë antar të ekipës filmit në LA. Pavarësisht që për krejt nuk ka qenë e mundshme mu fut në red carpet, po ne kemi arrit me siguru biletat mjaftueshme që me qenë edhe aktor të Andi dhe Lumi atje, Shrefi, Jamie, Harvey. Rrugës kemi kalu tepër mirë, kona Stit Kavashi, Besnik Krapi, Andi, Lumi, Vesa, Aurita, Doni. Tepër kemi bo hajgare, edhe do me thonë, gjatë ta njava sa kemi nejtë në LA, o konën si më konë një show, kështu. Kemi taku tepër njerëz të mirë, kemi folë për vendin tonë, kemi diskutu sanet më të mira që i ka këtu vendi, edhe për në me, kur shkon me aktor, kur shkon me aktor, si aktor të mirë, që flasë në anglisht tepër rjashëm, din me kallëzu storjet ndryshme, është kënaqësi e madhe. Tepër
ftyrën e ka zbardhë këtë ekipa e Kosovës. Shumë e vërtet. Në ka kënaqur zemrën. Pse nuk ka pas ftesa të mjaftueshme për krejt, domethënë janë me siguri numri limituar, po? Po, zakonisht 2 ftesa janë, vetëm 2 ftesa, mirë po kjo vlen me siguri për filmat shkurt, apo? Po, për filmat shkurt, edhe për filmat që janë për foreign language, për gjuhë të huaj, po. Sepse kërkesat janë tepër të mëdha për me qenë aty, edhe industria e filmit amerikan, Hollywood është shumë e fuqishëm dhe ato kanë vende shumë të rezervuar. Mirë po, përmes regjisorit, ne kemi kërku që bile këta 2 djemët dhe aktorët me mujtë me, edhe sa ma shumë vende që kemi pas mundësi. Që ke emocioni pak kur deri te nominimi, se na krejtu përgatitëm që me që e kanë zgjedh një aktor, një djalë të ri, me thonë çmimin e fituesit të filmit të shkurt, krejtëve na u kriju që ajo ideja që o zot shqyqyrë që kjo është i vogël dhe me siguri kanë me dalë djemë tonë me marrë çmimin. E di, e kom pa lajmin, e di. Sot e që është arritje shumë e madhe, krejt që ka ndodhë. Në është e vërtet se neve na u ka thy zemra atë natë. Mirë po, të nesër kur jemi qenë mëngjes, kemi pas shumë mbështetje për këtë botës, edhe ne për mua është ma ndryshë se unë e di, kam eksperiencë të gjana. Mirë po, për fëmijët ka qenë pak ma çudi, edhe mandej kanë kuptu që fakti që kanë arrit deri të nominimi ka qenë shumë punë e madhe. Po, është e vërtet që kur u plasu një lajm lidhe me këtë prezantimin e 2 djemëve të vogël, u kriju një lajm, një dezinformat, sepse nuk ka kur farë mundësie me ditë, kërkush nuk e din kush ka me fitu. Sepse janë vetëm 2 persona të cilët i majnë koferat, të cilët e kanë programin super sekret të votimit, vetëm ata e din. Asa antarë tjerë të akademisë, apo njerëzit kryesor të akademisë nuk e din. Janë vetëm 2 persona. Ata 2 persona janë prapa perdeve në momenti kur dalin këta prezentust i marrin zarfat të dalin skenë. Befasia është për krejt, edhe që ka qenë edhe për neve. Po e mira nështë ka qenë që kritika botnore, media ndërkombëtare e kanë cilësu, e kanë parashiku që ka me fitu filme shok. Pastaj, masi s'ka fitu, kanë shkru me befasin edhe me shokun që kanë përjetu për shokun. Po, prap se prap, ajo që kemi arrit deri tash është tepër e mirë. Më shqyqyr që fitoj Leonardo DiCaprio, se dhe atia ku bajt gajlen njësa dhe tonë, krejt jemi gëzu. Edhe mandej një gushlem i vogël, së të mësë për aktor, të të që Leonardo 5 herë në minut 6 të më fitoj, kështu që ka dale se ju një shumë të vëdin. Vitin tjetër kur shkojnë, po mundohemi... Faleminderit. Po mundohemi vitin tjetër kur shkojmë, po vitin tjetër pa tjetër. Marë disa bileta, pa ma shumë ta marim edhe në kënë shpis. Sigurisht. Po shpresoj që u qelë rruga, vëmendja e botës u kthy ka Kosova, tash ka shpresë për këtë filmbërësit kosovarë që është e mundshme. është e mundshme dhe në fakt i ka motivu, po besoj, na ka motivu me thonë në një fjalë me i përgjithsu krejt, na ka motivu krejtve, se e shet që mo nuk është diçka që e shet vetëm televizor, po është e prekshme, është e kapshme. Po, edhe vitin arshëm, pa tjetër, se tash kemë filmat tepër shumë të mirë. Edhe kemi filmat mirë, shqyqyr. Edhe kemi që me prezentu për botën. Arben, na jemi konë shok të klasës. Une, po shok klasës jemi konë, nëse di sa vjetë jeti ma shumë, ama pak, po që atë shok klasës në fakultet po flasim. Do me thonë, a i kemi përfundu studimet për aktrim bashk. Ti ke qenë student fillimisht në Macedonia, po, edhe e mbajnë me na kemi qenë në vitin e 2 studimeve kur ka pas trazira në Macedoni. Parin. Në vitin e parë, me njëherë. Në semestrin e 2, po. Edhe kur ke ardhë. Po unë shumë me kom të freskët kujtimet për ty prej asaj kohë, sepse peja te je kon ideal shumë i shoqënueshëm, je kon ideal që ke ditë shumë me respektu tjetrin. Sado që jemi kon moshatar, unë e majnë men që gjithë një respekt shumë të veçante kom marë prej teje edhe të njëjtën ma ke imponu. Je kon shumë i shoqënueshëm prej atëherë. Edhe krejt kjo veti ka vazhdu me të karakterizu deri sot që e ki një pozit je drejtori qendrës kinematografike të Kosovës, që është një pozit shumë e lakmueshme, një pozit me shumë përgjegjësi të madhe. Po krejt këtë rrugtim tonin, prej atë idealit vogël po thëmë kushtimisht, që thjesht ke ardhë në studime, ke pas një rrugtim, edhe ndoshta e ndër pak njerë që ke pas një zhvillim shumë të natyrshëm, mrena për mrena krejt këtune viteve deri të arritjet e tua që nuk janë aspekt vogla në aspektin profesional edhe në aspektin e festivaleve, filmbërjese, krejt këto. Qysh mund është më na përmledh pak krejt që të rrugtim? Qysh është sheti vetëm kur kthehësh pak? Faleminderit për këtë të fjalë. Po unë jam kona aty, për që ata po mu i me full me kompetencë.
nuk e dija e kom thonë ma herët, na herë në klasë kur kemi folë, po më kujtohet kur kom apliku për aktrim, do të thonë, kemi qenë bashkë, më punë rreth ngushtë, mandej nuk mujta mu pranu në Prishtinë dhe shkova në Tetov. Mirë po, kur kam qenë rreth ngushtë, kemi bo disa prova bashkë. Kemi qenë dikur rreth 20 student që kemi bo prova për edhe aty, më taku juve, krejt klasën që edhe disa tjerë. Edhe e kom dit një gjo, që une du më konë që aty, për shkak të njerëzve. Gjithherë i kom bo gjanat, tu lidh me njerëz, me shoshni, energjinë që ta dhojnë njerëzët, shoshnia, rrethi, kudo që shkon. Edhe tash, edhe kudo që na për festivale udhtojmë, kem me tepër gjithka. Edhe kur e kam pranu Kosovën në Skar, e kam pranu pikërisht për lidhjeve personale që i kom pas me njerëzit në Los Angeles, antarët e bordit të akademisë, të më që i kom njoft, edhe për shkak këtë një lidhjeve. Edhe e kom kuptu kështo 10-15 vitit e fundit që më ka ra shumë me udhtuna për venden, për festivalet ndryshme. E kom kuptu që nuk ka rëndësi vendi, po ka rëndësi njerëzit të të rrethojnë. Ajo është tepër rëndësishme. Ne kemi pas 4 vite, tash ka ndodhë Los Angeles, ka ndodhë shumë gjëra tjera. Po 4 vitet studimeve janë konë vitet më të mira të jetës tame. O konë koha më e mirë që kum kalu për drejk burek gjithë kemi hangër, eventualisht burekat zakonisht kum shkoj kum blejon. Edhe zakonisht gjithë kemi bleka një burek, po ka gjysë kemi arrit me hangër për shkak që kemi pas bufi në klasë. Edhe na i ka hangër ne i ka hangër krejt boregat. Edhe kemi pas shumë shtirë, edhe në atë kohë kemi pas humbje peshe. Se jemi kujdes për bufin që ajme shtu peshe. Me investu në bufin. Po ka qenë tepër periudhë e mirë. Ajo konë periudhë ma e mirë. Dhe në fakt, mes njerëzve jemi ndërtu. Të më thonë, të marë për një tjetrit. Ne kemi folë shumë për në atë kohë për letërsin, për krejtë senet që na kanë për cilë. Mandej na si të ri kena pas një periudhë jo shumë të ledë, më thonë për shkak të luftës edhe shumë gjona tjera, kemi pas tregime edhe sekrete shumë që kemi nda. Edhe që ajo na ka bo, ma mërmendja që na ka bo, shumë kompakt, na ka bo të mirë qashtu edhe që me mujtë me dhënë dashni edhe me pru lajme të mira, me bo sanet të mira për vendin. Më thonë që aty pas ka njësa jo e mbarësia rrugësimit të ndiri ta në shumë. Absolutisht. Arben, ofër vetës i kini akvarium me një 4-15 pytje, kësë po më kujtojta e në 14-15, të ndryshme, natyrisht rreth karierës, jetës, vendlinjes, krejt qka qatë sa unit një, krejt qka mendoj që mundet mu përfshi për ty, lirish zgjedhe njënën, edhe varsisht prej asaj se sa të pëlqen ajo pytje, sa ki dëshirë me folë rreth asaj teme, vendos a do në me folë 2 minuta apo 4 minuta. Okej. Ta shohim cila është që mos ja nisi me nostalgji të studimeve, sa ja nisi me marrë malin e muqele, po va ki del në i lot aty këto e... Pasuria. Pasuria? Po e zgjedhi 2 minuta, se vetëm sa fola për qatë tim. Pasuria... Ata e lëshaj? Po, mund është me lëshu. Le dyni? Sa po folja dhe nuk po du me zgjatë shumë, po përmenda faktin që bjen me utu, me taku, me morë pjesë në për ngjarjet ndryshme, me pas sukses në karrierë, në gjithë shka. Pasuria ma e madhe për mendimin tem janë njerëzit, dhe më thonë ata që të rrethojnë. është familja, janë shoshnia, janë njerëzit me cilët punan, me cilët i ndanë si lajmet e mira, si lajmet e këqija. Njerëzit se si lajmin e mirë, si lajmin e keq e pranojnë pejteje edhe nuk të refuzojnë. Që ajo menoj që është pasuria ma e madhe që mund me pas një njeri. Krejt njerëzit në botë ose kur jam fëmijë, edukomin ashtu në atë mënyrë të ndryshme, ose në shkollë, ose dika që me bo pare, me bo shumë sene. Mirë po, herdo kur do një jetë, keme kuptu që pasuria ma e madhe janë njerëzit që të rrethojnë. Ndesh shkon në Los Angeles, ku i ki me qindra kamera, ku ki të pitkush, ndesh në Berlin, ndesh në Paris, ndesh në Londër, nuk ta krijojnë ngrohtësinë më të madhe se njerëzit që i ki për rreth, edhe me njerëzit me cilët me minzi pret me i nda lajmet e mira dhe të këqija me ta. Kështu që pasuria ma e madhe janë njerëzit.
Shumë e bukur. Po shpresoj që kanë metro edhe festivalet, njona prej temave. Zakonisht kur takohemi me Arbenin, si aktore shkret që unë edhe plot koleget mija që nuk e kemi pas mundësin me shku në për festivale, na kemi nevoj për shumë informata me na jep Arbeni, që ka ndodh atje, që shumë festivalet. Edhe nëse del komentant 0-1-7 minuta me fort. Shtu që... Që ka pëzat? Alkoholi, a? Alkoholi. A mund më konë alkoholi? Alkoholi është njona prej tëne. Alkoholi... Hajde, kalzona në për neja, me sigurime qaj e Rusi nuk i kaloni. Jo, qajnë e Rusit, në fakt qajnë e Rusit shumë akona, te për shumë se mësh kur ma ban nona jeme. Se e din, sakt. Okej, po shkojmë këtu me 2 minuta. Alkoholi, ne jemi rritë edhe kur jemi të fmi, i shohim të rritu në tupi alkohol, ka pak edhe kemi pak dëshira se na provokon diçka. Po është mirë që senet më të mira që ndodhin në jetë me i përjetu pa ndikim të alkoholit, po me i përjetu tamam qysh i përjeton. Neve na bjen me pi alkohol, qëllojmë në për ngjarje të ndryshme, në për neja të ndryshme, pim alkoholin edhe normal që ajo ka efekte shkencëtarisht njët ajo punë, që do më thonë çliran, është mirë, së mos për punë, në për takimet ndryshme, punë më të mëdhaja dhe vendimet më të mëdhaja bëhen në për neja të ndryshme, jo në për takime formale, edhe unë e kom shfrytzu shumë mirë që sa herë që kom udhëtu në për festivale, jam taku me njerëz tepër rëndësishëm edhe punët më të mëdhaja i kom taku në shtatu e pi një gotë verë. Kështu që kjo është paka shumë efekti, jo, asnjëherë. Jo, nuk më ka ndodhë, nuk më ka ndodhë. Mos me ditë ku je? Po, tash, këqyre, se ti lësan do të me gjetë anën pozitive që e ka. Të mirën janë gjithë. Era parë që theva regullin që fola më rana 2 minuta, se si ape vrenë që vesh Po. Gjatë kohës këtë përgjigjesh, musafirin nuk guxoj me fol. Në fakt, jo, nësë mos po më kujtojtë që na herë ki marrë malin shumë kështu me naj premiera, me naj neja, me naj diçka që ki pi shumë, apos? Jo, veç sa për kështu, veç sa për muhabet ma qështirë. Sa për mund është për naj kontrata në izë? Po, dhe po. Jo, për një me. është e vërtet që nzyre thoi nuk bohen marrëveshjet më të mëdhaja. Marrëveshjet më të mëdhaja, diskutimet më të mëdhaja bohen në për neja kur janë formale, janë takime, po në mramje dikur, vak darkës dhe pas darkës. Një muhabet, po dhe në rëndë parë jemi njerëz, ka nevojë edhe njeri me njerin më njoftu ndoshta pak ma shumë. Edhe është, do njerëz nuk e përballojnë, për shembull, organizmi nuk ja vdan, dikush nuk e pen për shkak të besimit, po na duhet me respektu krejt ata, domethënë gjithë njerëzit, si për ata që besojnë, si për ata që nuk ja udhëron organizmi, po si për ata që pinë, domethënë është. Pikërisht, është lirije si cilit individuale, pikërisht, në moment që nuk ja cenon tjetrit absolutisht, po pa asnjëherë pa ofendu ose pa pikërisht. Faleminderit, vazhdojmë me tjetrën, do pyetje shumë. A kemi qel krejt, a veç disa? A 5? 5 kemi qel. Ta shohim. Tash jemi te e treta. Udhëtimet. Okej, mundësisht përfshi pak krejt, edhe udhëtimet, po edhe udhëtimi jonë i fundit, sa se kom qitë këta, si aktor, si klas bashkë, ka qenë sa e mojnë menu në Kroacia, po? Në Zagreb, ku kemi pas qëndru një javë. Dhe unë halo kom kujtime shumë bukra për asaj, se sa i kemi pas përfundu studimet edhe kemi pas shfaqje. Nëse muj me fillu në ashta me qatë shfaqje. 2 minuta, 4 minuta? 2 minuta në ashta. Mundemi me vazhdu më. Nëse vazhdu me vazhdojmë në. Po për filloj me atë shfaqje jo rasisht. Se që ajo shfaqje është njona prej gjanave e cila më ka lidhë mu me botën. Më kujtohet ajo shfaqje mundësit që ka qenë punime diplomës, kemi qenë mësume në Spanjë edhe në Kroaci. Në Kroaci kemi qenë gjithë bashkë, edhe kemi pas një eksperiencë tepër të mirë. Aty kemi taku edhe komunitetin shqiptar që është shumë i fuqishëm edhe i rëndësishëm për shoqërinë në Zagreb. Ata na kanë thonë në rrugë njëherë në qendër Zagrebit, na kanë nitu foli, kemi qenë me Teutën, Yllkën, Gresën, ekipa Bufin, tjerë, edhe kanë ardhë do shqiptar aty, edhe në kanë nitu fol Shqip në qendër Zagrebit, po flasë për vitin 2005. Edhe kanë thonë që 2004-2005,
thonë që kur ma shumë krenar nuk punimit që pishojmë do shqiptar kaq të mirë, kaq të edukuar në Zagreb, se shqiptarë shumë herë janë diskriminu në Jugoslavi, edhe kanar na kanë pa shfaqje mandej, ju kujtohet 3-4 herë na kanë kthy mrapa me duar trokitje, edhe ka qenë jemi konë shumë krenar që kemi përfaqësu Kosovën me atë shfaqje. Përfaqësimi është shumë i rëndësishëm. Mandej në Spanjë nuk mundem me shku, po shkova on. Pe ati momenti, aty kom taku tepër shumë njerëz, edhe aty kon Chelsea për krejt mandej karrierën time për festivale, për lidhjen e Kosovës me botë, mandej përmes festivalit s'kena hap çdo vjet, kom ftu shumë mysafir, edhe jemi qelë me botë dhe kemi udhëtu. Shumë herë, më duket që na vijnë më shumë se 2 minuta, shumë herë edhe kritikohem ose ngacmohem nga shoqënia këto që u kënaqet e po shkojnë veç po bani qefe. Për në me është puna jonë është kënaqësi, se e bojmë si më kon hobi. Edhe kur shkojmë festivale kënaqemi, udhtojmë, mirë po gjatë kësaj kohe kemi bo shumë punë me lidh botën me Kosovën. Tash për shembull projektet filmike, gati çdo projekt filmik gjen bashkëpunim ose fonde tjera ndërkombëtare. Këtë ato janë bo me lidhje dhe me komunikim që kemi pas gjatë kësaj kohe. Gjatë tërë vitit më vjen me udhëtu shumë, shkojnë festivalet më të mëdha në botë, që është Berlini, Cannes, Karlovy Vary, Sarajeva, gjithka në për botë më vjen me shku. Po, çka mas shumë që kohën e fundit po më pëlqen, është që pe filmit Tridhtari i Varrit, pastaj Babai, Balkoni, tash filmi Shok, edhe filma tjerë, nuk po shkoj vetë, po shkoj me ekip atë aktorëve fenomenal për Kosovës. Kjo është gjoja më e mirë, edhe më kujtohet në fillim, na s'kemi pas as shtet. Edhe kur shkojsha në Cannes, Berlin, as kemi pas ambasador, as kemi pas kur gjo, se nuk di që qysh mu prezentu Kosovë, po mirë, po nuk ka qenë shtet. Tash kënaqësia më e madhe që kur shkon këto vende, e gjithë është ambasadori aty, është dikush për Kosovës. Edhe pavarësisht që na në Kosovë shumë herë kritikojmë, jo flamuri, po na pëlqen, as po na pëlqen. Ato nuk kanë rëndësi. Ajo është simbol që e përfaqëson vendin tonë. Edhe kjo gjë na bën tepër krenar. Nuk ka më mirë se tash për shembull kur shkojmë ose në Los Angeles, ose në New York, ose në Berlin, në Paris, i ki shtetin i cili të rrin mbrapa. Çka do që ki, ata janë mbrapa. Edhe kjo është tepër e mirë. E nesëm për 2 minuta, po e lam 4 minuta dhe unë e dita për fillimit, bile po du hala me vazhdu. Kallëzom, me të vërtet për këtë vjetë të karo me udhëtu shumë. Cili u konë që a i vend që nështë atu ka tokë ma interesant, ose ma ndryshe, ma qik dyes, për i krejtë udhëtimeve që i ki bo? S'po flasë Paris, Londër, Venedik, qëka tu ka dok interesant? Mas interesant më do këtë Kaçaniku. Kaçaniku? A jo në palma të halo aty? A jo në tha? Jo. E tash sa që keni planin? Sa pa klima aty u pa të bo ma e mirë. Që keni planin për palma? Nuk e di, duhet me prutreja. Me që i ka të nëzbukuru, ko që ato palma? Po, ka shumë vendet mira në për botë. Po kryesisht lidhen me njerëzit që i takon. Për shembull Roma është shumë e bukur, ka shumë histori mbrapa, Parisi, Berlini, New Yorku, Londra, këto kanë histori tepër të madhe. Edhe është shumë e rëndësishme me kuptu historinë që shndron mbrapa këtu në vendeve. Jo veç me shku me dal, mi pa do njerëz me dal në shopping. Ajo është shumë më duket e kot kur njerëz shkojnë edhe nuk i vizitojnë monumentet që kanë rëndësi. Unë gati kum kry to krejt, tash nuk tash me muzejt, po për shembull ka tepër muzejt mirë. Po është edhe shumë e rëndësishme kush kanë të takon ato vende. Se me njoft tash unë gati në çdo vend të shkojnë një njerëz lokal. Edhe ajo është e mira se ata të njoftojnë tamam me vendin, me vendin, me historinë, me sanat që nuk i shas në televizion, po as dika tjetër. Që kjo është më e mira. Berlini është vendi që më pëlqen më shumë. Berlin dina si më konë shpe për shkak se ka, nashta edhe pse ka artista për kitë botës kanë në Berlin, është paka shumë në gjanë me Prishtinën, nuk di pse me Kosovë, e ka një farë, po edhe është lirë, do më thonë nuk është lirë, nuk është shumë shtrejt, është paka shumë... Po është pak ma në krasim me Londër, me Zürich? Nuk ka regula, po mëne, në aspektin që pijet duhani, gjithë ka në për lokale, më shumë pijet duhani. Ka më në Prishtinë ko ka? Edhe pse se pijet unë e duhanin.
Po, është ma liberal, është vend ma i lirisë, i artistave, kështu që Berlinin e veçoj për këtë vend. Po du më nalë edhe pak të skena apë, se dhe në skena apë ke qenë për shumë vite. Më thonë, gjatë qasoj periude saj kemi përfundu studimet dhe ke vazhdu. Ka qenë festival, a është të mbajt ma? Po, vitin e kaluam o ndërprej për shkak procesës që kanë bo për mbështetjen, që s'kan pas mbështetje, mirë po si vjetë mbatra. Po edhe skena apë më duket ka qenë edhe ajo në shta një pri qelseve që ka kriju kontakte, apo, me vendet ndryshme? Po, skena apë, realisht skena apë i ka qelë krejtë rrugët, jo për mu personalisht, po për shumë artistë në Kosovë, të cilët përmes të skenës apë janë lidhë me botën. Skena apë është festival për student, do më thonë e kemi pas mundësi çdo vjetë me sjellë artistë më të ri, e më të mirë në botë. Kemi komuniku me shkollat më të mira në botë, kemi bo workshopet ndryshme, kemi ndiku shumë në edukimin në Kosovë. Edhe, jo, ndore kam. Po, e këshira është e treta e katërta? E treta. E treta është, po? Po, Skenap na ka ndihmu shumë, kështu që besoj që ka me vazhdu dhe i inkurajoj krejt ata tash janë Skenap, ekipën tjetër që pavarësisht a ki mbështetjet shtetit ajo nuk ban mu nalë. Nuk ban mu nalë që është ritëm që duhet me vazhdu, se bota ta shumë pysin qka pëndo me Skenap në për vendet ndryshme në botë. Qka të se është festival unik edhe mendoj që duhet me vazhdu. Ja, vërtet. Tash familja. Familja, e për shumë e mirë për udhëtimeve, alkoholit e krejt, dullëm për toke. E përmenda Kaçanikun. E përmenda Kaçanikun. Jo rastisht. 2 minuta? Po, 2 minuta. Jo rastisht se shumë herë kur lodhna për ekipin e udhëtimeve, sen e parë që presë është për aeroportit me shku dhe në Kaçanik, edhe me shku domethënë te familja, me cilët ndaj sene që jo të profesione, domethënë edhe kaloj tepër mirë me ta. Familja vazhdimisht u rrit me, domethënë një maj madhe, kam një vlla dhe 3 motra, domethënë 2 motra janë martu dhe vllau, ata kanë fëmijë krejt, unë e pras me martu krejt, tani në fund vetën. Edhe tankon jemi rrit me, domethënë kemi po rritet familja, edhe tepër gjë e mirë, edhe është mirë më rrit me fëmijët, domethënë nipa me mesa, me prind që i kam 3, domethënë që i kanë 56 vjet, edhe 55, janë 3 edhe bashkë me ta muj me nda krejt ajo që kam do, domethënë me fol si me shokët edhe shoqet e mia. Definitivisht ka një periudhë kur jam largu, domethënë kur kam pas 18 vjet kur jam largu prej Kaçanikut ku marr me studiu, ka qenë një periudhë një farë shkputje, një kohë për shkak të studimeve dhe krejt gjëra të tjera, po tash sa më shumë kohë që gjej, mundona me shku atje. Sidomos çdo vikend që jam këtu, kam qef me shku atje për një drek, kështu dhe me nejt me ta dhe me folja dhe me nda tregime. Zakonisht është shtu, të i bo do vjetë ma shumë, e të rritë përgjithësit. Që atëre e kupton hala ma shumë, dështë edhe sakrificën e prindve dhe ki nevoj sa ma i vogël, mu bo bile që aty mrena në shpe. Para se me vazhdu me temën e ashme, po e bojmë vetëm një shkëputje të vogël, marketing, për të rikëtyrë sërish në studio me Arben Zharku. Faleminderit Vala, faleminderit edhe një duar trokitje shumë madhe për sponsorin general, Vala, që vazhdon të mbështes emisionin Mes Nesh. Faleminderit shumë për besimin tuaj. Po ashtu falenderim tjetër shkon edhe për Qep Hajmerer, edhe për gjithë studentët e këtij kolegji që i kemi për çdo emision në studion e Mes Nesh. Faleminderit për krejt atmosferën e ngrohtë që e krijoni. Një falenderim tjetër shkon edhe për Grand Decor, për grimerën time personale Silvie Geci Hoti. Si dhe një falendrim tjetër për të mrekullueshme Blerina Klokoqi Rugova që përkujdesit në rritjen time. Faleminderit shumë gjithve që vazhdoni ta mbështetni emisionin Mes Nesh, ndërsa ne pas këtij bloku marketingu rikthehemi sërish në studio me temat që po na presin me Arben Zharku. Në Arben i patëm të tema kogja të larmishme. Folëm edhe për familje, folëm edhe për udhëtime, folëm gati, s'di që kam kamit marak, hajde ta këshyrim që ka është, si që kom po jetë me parë në pytje. Edhe mas pari po pres krejt temat që ka po dalin, mandej ato që i kom në men. QKK. QKK, okej, edhe kjo është një për i temave që pata qep shumë me dalë. 2 minuta, 4, 7, 2 dit. 2 minuta, të shojmë. QKK, në fillim, pendoj ndoshta se këto e kum folja me shumë kështu me meq, po këtu punina si më konë pranë meqve dhe muhabeti jo shumë i shlirë dhe po du me nda këtë tregim. Kur ka qenë Ministri i Kulturës Memli Krasniqi, më kanë thirrë për me qenë antar i bordit i QKK-s.
Edhe në fillim unë asnjëherë nuk jam përzi në për institucione shtetënore dhe me një farë mënyrë kur je në për NGO e kështu je një farë rebeli dhe je kundër shtetit, kundër rregullt, je pak rebel. Mirë po ka qenë shumë e rëndësishme për me ndërtu një industri të filmit në Kosovë. Edhe me Emli e ka ditë edhe më ka thonë që ti ke eksperiencë ndërkombëtare, edhe të lut na edhe më thonë, është vetëm një kosht. Është mos më përzi në punën tonë që e bëjmë. Politika mos më përzi në punën që e bëjmë. Edhe ka thonë, jo më përzi, po vetëm mbështetje keni me pas. Edhe për mu ka qenë shumë e rëndësishme ajo, se, këmë thonë, të ke fundit për provoj, se unë nuk e di çka politika, nuk e kuptoj, po për provoj. Edhe ajo çashtu ka ndodhur. Pe ati momenti unë jam lidh shumë me institucionin, edhe tash gjithçka është, edhe kom punu, domethënë që 5 vite që jam angazhuar njerëz si antar i bordit, mandej tash si drejtor, edhe për mua ka shumë rëndësi me ndërtu një institucion kredibil edhe transparent, që gjithë filmbërësit në Kosovë me besu në institucion, edhe sa ma shumë lajme mi pru Kosovës, lajme të mira, edhe ka funksionu tepër mirë. Po tjetra që ka qenë shumë e rëndësi është me ndërtu një ekip të mirë në QKK. Tash e thëmë me plot kënaqësi se QKK ka një ekip fantastike që punojnë, edhe nuk është vetëm une, nuk jam vetëm une, edhe pse une jam ma shumë prezent në media dhe përfaqësoj institucionin, mbrapa QKK-s qëndrojnë një ekip tepër e mirë, për cilët du mi falendru shumë se bojnë punë të jashtëzakonshme gjatë tanë kohës, që sa ma shumë filma më mbështet, edhe sa ma shumë më përfaqësu Kosova jashtë vendit. Në fakt, po, është të boni punë e mirë prej QKK-s, apo sa me ndëng shtu nëse e mundemi me nxjerrë një paralelje, ndoshta prej para 5-6 vjete, tash sa ka ma shumë, sa ka fillu më shëndru në industri, po themi, sa do që industri është fjale madhe, të i ditna që nuk e posedojmë një buxhet, çfarë është i nevojshëm për me pas filmbërje, më krahasu ndoshta me vendet europiane e botnore. Po sa mujmë me nxjerrë një paralelje, ndoshta sa është ma mirë, apo sa është ma keq, apo ashtu kriju një industri? Industri e thatë shumë mirë, edhe one mundona mu largu pej termit industri, se t'inglon më ndryshë, po me thonë si një komunitet stabil që merren me film. Ne jemi të punu me kriju, tash këta janë terme pak, për ne e kuptojmë më mirë, për janë lehtësira financiare. Që me inkuraju, ajo nuk kupton që me inkuraju shumë filmat huj me arë me u gjyrim Kosovë, me përdor Kosovën si lokacion, me mor aktor, që shka ndodhë me filmin Shok? Po, sigurisht. Edhe na drejtimi me të punu, edhe besoj që ka me pas buxhet tash, do më thonën, edhe ministria, apo edhe qeveria, krejt kanë donë mbështetje që buxheti ka më rrit, se kam pas suksesin, edhe unë rrit vazhdimisht, do më thonë, nëse flasim para 4 vjete, sa ka qenë diku në 400.000 euro buxheti, tash është 1 milion si vjetë. Do më thonë, u rrit gradualisht, ka pas rritje, po me rritje, do më thonë, ka pas edhe më shumë filma. Edhe fakti që filmi Shok, edhe Babaja, disa filma tjerë kanë sjell suksese. Pikrisht këtë është ta me thonë që shumica e filmave që më përkra kohët e fundit kanë pas suksese. Kanë pas suksese, kjo është dëshmia më e mirë që përgjithësia është bën në mënyrë duhur. Absolutisht, transparente. Çka kumbane, për shembull, kum thirr antar të jurisë, ata që vendosin për projekte janë të huj. Një gjysa e antarëve vinë nga vende të ndryshme, edhe ata nuk i njohin njerëzit këto, ata janë shumë sepse ata i shikojnë skenarin, ekipën, edhe... Ka qenë domosdoshme kjo me thirr antar të jurisë? Mendoj që është e domosdoshme për Kosovë, se Kosova vend shumë i vogël. Kretë ne njohim njëri tjetrin, edhe nuk kemi, domethënë, kemi probleme se kemi shok dikon, kemi punu me dikon. Ose ta merr inati dikush. Ta merr inati, krijohen, domethënë, keq kuptimet pa nevojshme, edhe kjo ka qenë shumë e mirë, edhe komuniteti ka kuptu, edhe kanë kuptu me kohë që është shumë ma mirë nëse vinë edhe në pjesë e ekipës janë ndërkombëtar, se ata kanë edhe eksperiencë, po edhe të njëjtën kohë janë nuk e njohin askon edhe nuk do më hiqen gjitha ato dilemat e korrupsionit, mundshëm ose gjërat tjera. Kështu që kjo është okon shumë e nevojshme. Besoj që kemi pasur më shumë pare se
tash janë dëshmu, janë rastet ku dëshmu që ka pas sukses, tash nuk kem nevojë më me, se kemi pas një farë mirëkuptimin, komuniteti e artistëve ka pas mirëkuptim për që nuk jam pagu shumë, jam pagu me ma pak, mirë po ka një farë misioni që këtë ata kam punu me vullnet për me bo, në mënyrë që me arrit dhe aty. Për shembull filmin, përmendi filmin Shok, i cili u bo me 25.000 euro. Apo kupton, këtë shumica e aktorëve kam punu me honorare tepër të vogla. Para mendoj, me 25.000 euro me mri, më nominu në Oscar, është me të vërtet diçka që shtetet tjera japin 10 miliona për këto punë, mirë po gjithë komuniteti ka punu me mirë kuptim, mirë po ajo do të mush probleme një kohë, tash filmi Shok ka tregu rezultat edhe qeveria do të me dhonë, edhe ata shumë të mirë, andi edhe lumi, tepër të mirë, në Los Angeles kretë mas tyne kanë shku, se edhe flasin gjuhën angleze tepër mirë, din me folme, edhe janë 13 vjeqarë, nuk e kanë përjetu luftën, janë kretë që ka na kishim pas qef për vetën, dhe më thonë janë bashkë ata që na kem qef që ashtu me po, e kishim pas qef me po vetën, sigurisht. Pikrisht. Arben, na e përmenu më herët që na jemi konë aktrim bashkë, po ti krejt sukseset, shumicën e sukseseve tuaj dhe i përmenu mundtimet, çmimet, përkrahjet, festivalet, QKK-n, sa të merë mali për aktrim, si tjetër hek për aktrimin, sa dhe që ke studiu për... Po, është vërtet, aktrimin e këmë dasht, po... Nuk u ka... A ki pas veci mjetë komunikimin, do shta... Po, nuk e di, nashta lufta, se unë këmë kry shkollën e mesme të mjekësis, edhe njerë këmë dashë më bo doktor. Ma ndej kur ndodhi lufta, ndodhin shumë gjana, e unë kam qenë, kretë këmë përjetu këtë pjesë edhe si teknik medicinal, këmë marrë pjesë direkt në shumë gjarje, edhe ishtë, ka qenë një periodu shumë e randë, edhe ndo këtë që e akon, po jam konë 17 vjeqarë, edhe më duket që krejt ajo ndikaj që më marrë me diçka tjetër e cila do më thënë ka ma shumë hare, kështu po thamë, edhe aktrimin e du dhe me sigurin të armën prap kam ju rikëthy, mirë po në momentin kër kum fillu me punu si drejtar, kum vendos kur gjo ma mos me bo, si aktor, po mu fokusum në atë punë, se aty ka edhe ashtu tepër shumë punë, edhe kum vendu që nuk është mirë unë gjatë kohë sa jam drejtar mu marrë me aktrim ose diçka tjetër, se mundet me pas konflikt interesi, njerëzit për shkak të pozitës mu më ofru role, çka po di unë dikallë, këmë thonë, oke, unë s'du mu marrë me kur gjo, pavarësisht që është sakrificë, po e kom ditë që duna me bëha sakrificë. Ma vonë, kur kry punën temë edhe misionin temë, me siguri ka më marrë me aktrim, nuk e di, po unë edhe ma shumë më pëlqen... Po se ki pas një rol shumë sukses shumë e një shfaqe që jemi këmë bashkë, dyqysh na dilshim krejt edhe dyqysh kjo e dilkem fond edhe na tjertë më nuk u vreshim, edhe gati. Jo, krejt jemi kanë të mirë. E gjelozarshim pak atë rolin të në fundit, atë shfaqe. Krejt kanë qenë mirë, veç e majnë menë që ti ke qenë i fundit edhe ka pas breshërima të qeshurash. E din që njëherë gjatë kohës kemi luqë 2 shfaqe bashkë, po e din që kam pas njëherë 2 gra, kam pas sulm zemër pej të qeshurave që pej komedis. Me kanar me ambulant. Mos doar trokitni, nuk ofër me doar trokit. Jo, me doar trokit se ato janë shnash. Edhe për që ato pe tregojmë, se është kur e tregoj jashtë në vende, kur të tregoj që janë kënë aktor, edhe i tregoj që gjatë shfaqës kërë kemi pas komedit, kanë qenë tepër të mira. Arben, drejtor, mos u merë me aktrim se njerës pilshon zemra. Jo, që ka qenë periud tepër e mirë. Me të vërtet, po. Na kemi qenë ndë studenta, ka qenë shfaqe e profesorit tonë të madhë Faruk Begollit. Arben, e përmene vlau motra aty në martu krejt, qa u bo me ty? Me dashni se s'falëm për dashni, këto temat e... Zakonisht, për jetë... Qysh je? Jo, mirë jam, ka për rini, ka për dilni, me qadra, ka jeni... dashurum kështu, po. A je komplet dashurum, a? Po, vese ka një periudhë e kohës ku nuk kom pas kohë për kërkan, edhe kërkush së më ka duru se nuk kom nejtë në Kosovë shumë, jam konë të utu shumë, tash utoj ma pak. Ose veti dytja që shpërgjen? Po, edhe mundona dhe më thonë me kalu ko sa ma shumë kualitative. Po, vjen shumë mirë, po të vizlojnë si që ata të veta, se më të së të mba të shpo.
Okej, Arben, kom edhe një mini intervist ping-pong. Unë thjesht kom I përmend disa gjana. Edhe me një fjalë, varësisht në çka të asocojnë fjalë cilat apo titujt epitetet që kom I thonë. Veç me nga një fjalë më përgjigjesh. Atë në fund e kom një pyetje të fundit. Okej, bredhi. Bredhi. Nuk po dija, po më asocon me najsan. Vitiria najsan? Po, vitiri, po. Bredhi më asocon me diçka, më asocon me Prishtinën, edhe me Kaçanikun diçka. Gjithë jam fascinu që bredhi e mon gjethën, do më thonë edhe dimrit edhe verës, edhe ku më du, pëse nuk e bojnë kretë Kosovën me bredha, që më kone gjelbërt të ankohen, edhe kur lexoj se ankoni Jugoslavis ka pas shumë aksione që kanë gjelbru, do më thonë, këtë venën. Gjithë ku mendu pëse s'pe bojnë kretë Kosovën me bredh, edhe sërë që ku marrë në Prishtinë, në Veternik, me arpi Kaçanikun një vend shumë I vogël, Prishtina nga ka do shumë bukur. Edhe pami aty shumë e bukur, edhe kanë qenë gjithë do bredha. Kur I kum pa që janë të I prej tash të bredha, mu ka dyshysh si me prej një kujtim shumë mirë, po bredhi, kam qef me pa bredha, me u shket Kosovën bredha. Një fjallë, Kerbe, një fjallë, jo një përjetësi. Palmat? Jo, se kam, vish për Palmat me kanë. Veç mu, se palmat, vish mu kujtu në gjej për menë në palmat. Ma mirim të vredat. Drita. Drita, ndryqimi për mu është shumë I rëndësishëm. Edhe e mundu që në banes, po, shumë e vërtet. Një fjallë. A një fjallë. Duna me thonë, qësh duna me thonë? Për shamën. Drita, ndryqim. Qka ta asocon ty, ose jetë, shpirt? Dizajni I dritave shumë më pëlqen. Okej, dizajni po, më pëlqen. Përgjigje interesant. Televizori? Televizori ma kujton me hubko. Humbje kohë? Humbje kohë. E mirë. Karika? Karika është kualitet I trupit, do më thonë I qëndrimit, kështë kujdes na shumë për karika. Librat? Librat, duna më konë shumë I sinqert, ndo këtë diçka e kalume. E kalume? Pse? Tash është interneti, Se shumë pak lexoj libra tash. Pse? Lexoj shumë. Unë du erën e letrës, du mushtrime, hangër, në kikireka, në sen, edhe me lexu. E di, edhe gjithë e marrë një libër me veti, kur utoj, kur se lexoj. Sa I sinqert, Shumë lexoj kështu në informata ekstrem shumë, edhe lexoj media ndërkombëtare Kosovës, lexoj për shkencë, për gjithë shka lexoj. Të me thonë s'ko ke shumë romantik ty. Po nuk lexoj ta shumë. A je romantik? Jam shumë, jam tepër shumë. Po, okej. Kuzhina? Ma kujton biftekun e mirë. Bora? Ma kujton feminin. Valigja? është seni, jo, valigja është ajo seni I maj mundimshëm që tash 15 minuta para se munis për aeroport I bëj senet gati. Se është? E di që ka shumë shkurt, nuk marrë shumë sene dhe... Ama librin se harron, edhe pse e di që s'me lezu? Po, librin valigje rrën të angonë. Aja ty e pas Po, i rrën aty. Kafja? Kafja ma kujton shoqënim teme të mëngjesit që e pi kafen me ta çdo mëngjes. Ajo të njëjtit? Kryesisht njëjtit se takohemi në strip depo edhe pim kafe çdo mëngjes. Çfarë repin? Espresso gjatë? Jo, një të madhe. Një të madhe? Të madhe, po. 2 kanë herë. Aeroplani? Aeroplani nuk e kuptoj më ose më ka bo njëjtë edhe si në aeroplan shfrytëzoj kohën me shkruaj maila. Pas herë na I frikë për aeroplanit, mund kujtohet kur jemi kthy sakt prej Kroacisë, ka pas turbulenca aq të mëdha, saqë krejt I ka pas kap panika. Jo, unë shumë e pata shiu. Apo? Se unë e di se në aeroplan kur jemi kthy për Zagrebit, unë e kumbaj gare me bufin tankon se ai tutët shumë. E pra ku kumbon dy që jemi tutë. Unë ja kujtojsha diçka të familjes, diçka të ku atë, se unë nuk kam problem. Nashta se pes gjati shumë. Po, jo më Nështë e kum një informat prej këty në pilotave, që kur ka turbulenca, ose si më kona një në valë, nuk ka kur farë problemi, kur mos më tut për turbulenca,
Kështu që... Po mirë kjo informati do bishme për krejt koka. Nuk ka problem, se aeroplani pe turbulenca asnjëherë nuk dëmtohet ose nuk... Veç I këshyrim stewardesat ato janë krejt qetë, apo ato e kam punë? Po, ama kështu që... Edhe ku me ditë qka më po. Nuk mund është mi pas ato piknisje. Buzkuqi. Buzkuqi... Qa, s'o përgjish na eqë. Marilyn Monroe, a femëna... Jo, Buzkuqi... Më kujton sa shumë kum hongër. Carmen, qa hajmë shumë Carmen na. Kur gjo ju qa hajmë Carmen, qa hajmë na. Në fakt, me këshyro dhe odhe është të sakë. Na hajmë ma shumë të Carmen. Ma shumë është ju Carmen, si na I lymë dhe rrinë që atë. Arben. Ëmbëlsira. Cheesecake është për ëmbëlsira që më pëlqen mas shumë të. Zoti hajre, bo fër të kisha hangër një qëtash. Shumë. Unaza. Unaza qafore, gjithë shka nuk kanë bëjmë kur gjo me mu. Sta asocojmë kur gjo. Silikoni. Silikoni? Kjo s'hahet. Jo, si Carmine. Jo, valaj, edhe hahet. Silikoni hahet. Edhe shumë I mirë, vele. E ka shumë shien si të sakëzave. Ta di mos blej sakëza për një një kohë. Jo, s'ki nevoj heq. Ora, ma tregon saktësin, cilën jam. Zilja e telefonit. Ma më shqetësan. Kështë e majnë vibrim të ankohen. Ashensori? Ashensori ta tregon në dëqysh një moment kur gjosë së është ndorën tone. Ma shumë se aeroplani, a? Po. E bardha? E bardha është në gjyrë e qetësis. E kuqja? E kuqja është në gjyrë që më asocion në pak agresivitet. Marilyn Monroe? Pozitiv, jo. Marilyn Monroe. Turbulencën. Flutura? Flutura pranverën, më kujton. Qeni? Qeni besnikrin. Macja? Macja interesin. Dena jo. Plus nën shpirta? Po, edhe më pëlqen kur macet e din që për interes o shumë mira. Po di qysh hajt, po hajt, që pe di, po hajt. Sëm po të thëm jo. Rita Ora? Rita Ora dyqysh është simbol shumë I krejt trive të Kosovës. Nëse I kështë pas mundësin e fundit me thonë një fjali ose një porosi, cila kështë me qena jo? Qëre, qado që ka me thonë, ka me t'inglu, se ku me nuk e të sanë. Jo, që ashtu edhe unë si ato skari që I dim veç 2 veta, edhe one me tra krese kam. Sa ma shumë më koni thjesht edhe me shpërnda dashni. E mira, përshet që... Na, kur kemi kohë me menu shumë, për na I përgjigja e diçka, ka një herë shkretojmë. Kur s'kemi kohë, na dalim fjallë prej zemrës, që kjo është ma e mirë. Adho, një jam gjithmonë të qajo që me shpërnda dashni. Që kam një elkur, kanë thona, I moqmi. Arben, unë e kom edhe një dhurat të fundit për ty. Kemi fillu, prej moment që I kemi sponsor general Valën, e cila ka bashkëpunim me Kartelat Mana. Kartelat Mana po besoj I keni pa veç edhe reklamat e shumta që unë bo në televizionet tona. Është një kartel e cila, unë I di që ti bën kogja shumë shopping. Me siguri bën edhe në vendet huja, po edhe në Prishtinë nuk e lem pa ble. Kartela Mana ka bashkëpunim me rreth 12 dyqane të ndryshme në Kosovë, ku varsisht ato dyqane që I kanë do të thëtë logon e Manës, çka do që të blem fiton pik. Edhe tu fitu pik grumbullon edhe ki benefite, zbritje e tjerë. Kartela është e mbushur me 500 pik, jo 500 euro, 5 euro janë 500 pik, sa ashtu I këshra shumë, ashtu që adashtë dhe vetën me thirë musafir në emision me një herë, diqysh. Kështu që kjo është dhurat simbolike, po me gjitha të me një do me thanje, për me të falenderu shumë që gjete ko, falemderit me të vërtet që na ve dhe një loj ekskluziviteti për krejt ngjarjen e Oskarit, emocionet që na përcjelli deri këto,
Unë përveç që dëshiroj sukses, shëndet, mbarësi, jam e sigurt që krejt to kemi vazhdu për shkak se tash, e një pej që ju konë jemi konë të vegjel, edhe jam shumë e sigurt në zhvillimin tënë shumë natyrshëm që ki pas dhe tash edhe inshallah shihemi në Oscar Arben. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë edhe që Faleminderit edhe për juve. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve, edhe një herë që ishit këtu. Shikues të nderuar, ishte kjo mes nesh për këtë të shtunën, ndërsa ne do të shihemi sërish të shtunën ardhshme në të njëjtën kohë me një musafir tjetër në Tribuna Channel. Deri atëherë, mirëmbëjtje dhe paqe për të gjithë. Përshëndetje, jam këtu me Erdoana Dërmaku, jam studente e logopedis në QAP Hemeren. Në emër gjithë studentëve të QAP Hemeren, i faleminderit shumë për ftesën, kemi planuar me kënaqësi. Për neve është ndertë jemi në misionin e juaj. Faleminderit shumë për atmosferën që e keni kriju dhe për shpresoj që keni me vazhdu me ardh. Sot i keni pas edhe disa aktivitete në shesh. Na trego pak për çka është fjala? Po, shënuar sot dita ndërkombëtare e logopedisë. Kemi shënuar një numër të madh të aktiviteteve me fëmijët e kopshteve, me fëmijët e shkollave fillore, të cilët na ndihmuan shumë me kriju shumë kënaqësi në shesh, kemi vallëzu, kemi kënduar së bashku dhe në njëjtën kohë kemi informuar qytetarët për logopedinë, se çfarë është logopedia, cili është roli i logopedit dhe kur është e rëndësishme që një fëmijë të dërgohet tek logopedi. Përveç që inshallah shkojnë marrë studimet edhe prezantuese po më ishëm u bë. Faleminderit. Faleminderit juve.